që është kapur në përgjime të prokurorisë së posaçme, tek ndërhyn tek prokurori i Spakut dhe drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit, për të liruar pronat e sekuestruara të babait Suel Çelës, ky është fundi i botës. Dhe këtë e ka bërë parafol siç ishte këtu, në këtë foltore. Është në përgjimet e prokurorisë së posaçme, si njëri që ndërhyn tek prokurori i Spakut dhe merr përsipër të ndërhyj te drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit për të liruar pronat e sekuestruara të babait të Suel Çelës, kapo së bandës Elbasanit. Është ai atje. Dhe ky që është sot drejtuesi i Spakut ka një detyrë, atë dosje që e mban të fshehur apo të fjetur, t'ja dhe emrin si doj, do duhet ta çojë përpara, sepse shqiptarët do duhet dinë se kush vjen në këtë foltore dhe bën teatr me ndarjen e pushteteve. Ndarje pushtetesh do të thotë ti mos ndërhysh prokurorit apo prokurisë për lehtësuar grupet kriminale. Dhe këtë se ka bërë ky krah. E ka bërë kryetari i grupit tuaj parlamentar. E sa për mos kuptimin ton të vendimit gjykatës kushtetuese, të t'jap leksione të drejtës kushtetuese Tauland Balla, është 2 herë fundi botës. Po, 1-0, gjykata kushtetuese i ka thyrë hundët kryetarit tuaj dhe juve gjithve bashk që dilni studio dhe thonit që ministri nuk pezullohet sepse ka status barabart me deputetin. Dhe gjykata kushtetuese thot, para praktikisht, gjykata vlerësoi 1-0 se imuniteti i ministrit rregullohet nga neni 103 dhe 73 i kushtetutës. Në regjimin kushtetues të imunitetit të ministrit, ashtu sikurse të deputetit, nuk përfshihet garancia e parashikuar në nenin 242.2 e kodit procedurës penale, sipas cilës masa e pezullimit të ushtrimit të detyrës nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Pra për 2 muaj ju keni mbajtur peng kërkesën e prokurisë për arrestimin e Belinda Ballukut me argumentin antikushtetues se Spaku ka shkelur ligjin që ka pezulluar zëvendës kryeministren tuaj. Prandaj përpara se të vini dhe të shisni dhe nuk ka asnjë vendim që t'i ka dhënë drejt kryeministrit. Asnjë vendim. 4 gjyqtarë thot nuk përfshihen në imunitet nëse doni më Ta përfundoj fjalin. Nëse doni më shumë garanci për ministrat, ndryshoni kushtetutën, ndërsa 4 tjerë ka thënë që po lejohet pezullimi i ministrave, po kërkohet autorizim nga kuvendi. Këta të 4 do duhet na justifikojnë ku e bazojnë këtë në kushtetutë dhe po presim zbardhjen e vendimit. Por në asnjë rast gjykata kushtetuese nuk ka thënë nuk lejohet pezullimi i ministrit, kryeministrit apo zëvendës kryeministrit. Sa për autoritetet e tjera, ju a ka shpjeguar latinisht gabim Ulsiu, sepse antari i gjykatës kushtetuese, avokati i popullit dhe kryetari i kontrollit lartë shtetit, sipas kushtetutës në fuqi të Republikës Shqipërisë, lejohen të pezullohen nga detyra. Madje po të kishin status barabart me Belinda Ballukun, si të pandehur, sot që flasin do të ishin automatikisht pezulluar sipas kushtetutës Republikës Shqipërisë. Por ju doni kushtetutën e Republikës e mbarova. Kushtetutën e Republikës Korrupsionit. Ne flasim për kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Faleminderit. Zoti Tauland Balla. Është procedurë. Po e kishe procedurë ti. Ja. Po pa. E ki fjalën për procedurë, zoti Bardhi. Dhe zoti Balla e ka fjalën për procedurë. Jo, e kam për replik, zotri. Okej, për replik. Zotria që foli prap e përsëris nuk e ka turp gënjeshtrën, shpifjen, se për të njëjtët njerëz nuk ka rezistuar dot që ta akuzoj
Flamur Nokën, për të njëjtët njerëz. Nuk ka rezistuar dot, e ke akuzuar sekretarin e përgjithshëm të partisë tënde që personat thirrin antarët e Partisë Demokratike të Elbasanit, të firmosin. Mbaje mend shtoje zotrote për babin e Zenit? E mban mend ti bërtet sepse ke vend shkarkim. Por ti e një avantazh i madh i imi për të bërë diferencën në këtë sallë se si duhet të drejtohet një grup parlamentar. Ta kam thënë dhe po ta përsëris. Je i vetmi kryetar grupi në histori që ka kallëzuar penalisht nën kryetarin e vetë grupit. Vetëm ti do mbahesh mend në këtë histori. E dyta është të di shumë mirë shumë gjëra, po ti kursej sot se do të deruaj për ditë tjetër, se mbaroi dhe koha dhe s'kam kohë të merr me ty. Me që përmend edhe Ulsiun, po ta kthen Ulsiu pjesën tjetër. Zoti Manja për replik. Replik ndaj zotit Bardhi, përmendi emrin. Tani, jo e përmende emrin ti dhe meriton një përgjigje se gjysmë të vërtetat janë shpeshherë gjëra që e fusin problemin në rrugë pa krye. Edhe pse nuk e kemi vendimin e gjykatës kushtetuese të arsyetuar, kemi një njoftim të shpallur nga gjykata kushtetuese dhe zoti Bardhi vjen keq se shkon deri aty ku t'intereson dhe i ve pikën fjalisë dhe nuk e lexon pjesën më poshtë. Sipas qëndrimit tjetër, ngjashëm me standardin e interpretimit pranuar nga gjykata në rastin e regjimit të imuniteteve, i cili duhet të jetë i ngushtë, i kufizuar, bazuar në vullnetin e kushtetutbërësit, në reformën e vitit 2012 për zvogëlimin e imunitetit, kushtetuta në formën e saj aktuale ka parashikuar autorizimin paraprakt kuvendit për masat procedurale penale të parashikuara shprehimisht në nenin 73.2 të saj. Pra, regjimi i imuniteteve është rregulluar në nenin 73.2 të kushtetutës dhe nuk thena gjë tre këtu. As shpikje. Në këtë dispozit nuk parashikohet masa ndaluese e pezullimit të ushtrimit nga detyra. Sipas nenit, lutem, 242 të kodit procedurës penale, ndose zbatimi i kësaj mase pa mundoson ushtrimin e funksioneve të ministrit dhe përplasoj ndërhyrjen në veprimtarinë e Këshillit Ministrave. Pra është pranuar nga gjykata kushtetuese ata tuajt 4 që ju i mbroni, që ka një ndërhyrje në veprimtarinë e Këshillit Ministrave dhe në kompetencat e kryeministrit. E thot, një sekond, në këndvështrim të parimit të ndarjes dhe balancimit të pushteteve, ku është kërkesa jonë për ndryshimin të nenit 242, çështja e shtimit ose balancimit të mekanizmave balancues, ku përfshihen edhe garanci të tilla i përket vlerësimit të ligjvasit. Tani, ne kemi depozituar në kushtetuese, të lutem mos bërtit se fakti që bërtet nga vendi nuk t'jep drejt. Ne kemi vajtur në gjykatë kushtetuese dhe ju e dini shumë mirë për interpretimin e nenit 103.3 kushtetutës. Dhe do të neni 73.2, që është elaboruar 73.2 me 10 vendimit gjykatës kushtetuese. Kemi vajtur nëse neni 103.3 e kushtetutës është në pajtim me nenin 242 paragrafi 2 të kodit procedurës penale. Tani, kur të vi këtu nisma, ta bëjmë debatin kushtetues dhe juridik për ndryshimin ton, jemi gati t'ju përgjigjemi ju që pretendoni se ndryshimi jon është imunitet iluziv. Më kupton? Por, ama imunitet iluziv që ju po parashikoni ke neni 242 një imunitet që nuk e jep kushtetuta, nuk shtrohet çështja e imuniteti, është rregullim procedurial. Dakor? Jo, është rregullim procedurial, jo zgjerimi një imuniteti kushtetues, jo imunitet i ri. Se koncepti i imunitetit bën pjesë. A ka të drejtën sot me kushtetut për uria të jetoj? Po.
A ka të drejtën gjykata të caktoj masat sigurimit personal? Po. Ama pezullimi nga detyra nuk është mas sigurimi personal që lidhet me kufizimin apo egjen e lirisë. Po kaq kuptoni ju. Më kupton? Kaq kuptoni. Se e keni marru juridikun kohëra tjera. Faleminderit zoti Manja.